Tha Resulullah s.a.s. nëse ta marrë diçka në këtë dunja, thotë Allahu Teala, unë ta kompenzoj me më të mirë në dunja, dhe tregon Resulullah s.a.s. hadithin që thotë pejgamberi a.s. që Allahi ku ja merr syt. Allahi thot në hadith kutsi, nëse e sprovoj robin tim në humbjen e dy dashurve të tij të syve, do t'ja kompenzoj inshallah me xhennet. Allahi si ti merr syt. Më preku një vlla një ditë në telefon, i verber. E thirrën në telefon, një verber për thirr për një verber dytë. Që të dy namaz lej. Allah ja u dha xhenetin ya Rabbi. Edhe për më thot për një vlla tonin të verber, për thot që ka vjetë që është të mledh pare. Për shka po mledh pare? Për me shkun haq. Që disa vjetë. Pa ju anku kërkuj. Pa i kërku kërkuj. Edhe pse Zoti i tij e kishte sprovu, ja kishte marrë dritën e synve, po ja kishte dhënë dritën e zemrës dhe mendjes. Ja ka dhënë imanin. Me vjetë po të bën pare për mi mledh paret për haq, dhe si vetë alhamdulillah i kish mledh. Allah ja letësoft shkumin, ja Rabbi, edhe ja pranoft këtë haq. Apo më lajmërohet, po thot, e kemi një breng për këtë vllaun, për cilës nuk kemi për ta. Se i verber. Nëse din do një për vllaznive që shkon në haq, me na tregu që me pas si për cilës të ti. Pas disa dite po më thret kandidati për haq. Allah ja letësoft, ja Rabbi. Edhe për na jep myshdën, po thot, hoxh, Allah i qëqër, Allah i ma letësoj tubimin e pareve, po ma letësoj edhe gjetjen e përcjellësit. Një vlla yni një hoxh i Gjakovës, Allah i rujt, ka paranu që tjetë përcjellësi ti. Allah i rujt edhe ati e vletë e ata në për të këqijave. Po që ka më thot, thot, ndoshta s'ko me mund me e pa me dritën e syve të ballit. Po thot inshallah e shumë me dritën e syve të zemrës. Fjalë o vllazën prej të sprovumive janë shumë më të forta, më të fuqishme. I sprovum. Me po përsëri falenderus ndaj Allahut Teala. Se Allah ja ka mundësu me të bu pasunin, me shkun haq, e po e falenderon Allahun që e ka bu musliman, e po rrim me shprej se Zoti ka me shpërbly inshallah në këtë dhe botën tjetër. Allah xhenetin ja u dhashti ya Rabbi. E sa prej neve vllazën i kemi dritë e syve, kemi pasunin, e kemi shnetën dhe s'kemi nevojë, kërkon me pas afër vetit. Mirë pos na e ka dhënë Allahu atë dritë të zime që u ka dhënë disa për këtyne të sprovumbe. Sa prej neve nuk kem falenderus në dhunti që Allah na i ka dhënë. Dhe këtë sy, bese me lyp me pa Kur'anin, fjalën e Allahit, e me pa çabën e Allahit, e përdorin për me pa haram, me shiqun haram, që pamjet femnës, qoftë erotizam apo pornografi. A vallahi çdo shiqim, çdo prekje, çdo fjalë ka me dhënë llogari robi para Allahut ditë kiametit. Nëse të shkon dhe të shiqon shtëpinë e Allahut, Bejtullahin, Qabe, rinia jonë sot e shpenzon shigjimi për shiqim të haramit. Dhe jemi të pangopur në shiqim të haramit. Por shembujt këtu në vllaznive janë në mes tonë që na japin kurajo se alhamdulillah ka musliman të mirë në popull tonë. Dhe na herë duaja këtu në njerëzve ndoshta është që Zoti me erujt prej termetit, prej azabit apo dënimit më të madh vendin tonë. Pa ne kanë thonë disa prej dietarëve, nëse në një vend nuk ka njerëz që mbyllën një tikaf në 10 ditë të fundit Ramazanit, mos rrinin atë vend. Por nëse ka në atë vend njerëz që për hir të Allahut përkushtojnë 10 ditë të fundit në ibadet ndaj Allahut, ka mundësi që Allahu për hatër tyre nuk e bën azab një vend. Ne për shembull, nëse nuk ishte me qenë që ky ezan
që ky dhikr përmend me Allah, mos me qenë prania ju i shtëpia të Allahut. Ka tregu Resulullah sallallahu alaihi wasallam se momenti kur në fytyrë tokës ka me met kush që përmend emrin Allah, Allah që atëherë bën ditën e kiametit. Dhe nuk e din katar gjëna qartë se njerëz që përkujtojnë Zotin, ata që ende ekziston kjo botë, po jo vetëm kjo botë, por kosmosin tërsi, 7 kap qiej ekzistojnë hala për shkak këtyne njerëzve që përmendin emrin e Allahut Taala. Allah i na mundsoft inshallah me iman me vdek. Pastaj kur mos e harro përmendmen e Zotit tënd, mirësi dhe në sprovë. Dhe kujto se është dikush më i sprovuar se ti, me po ja që imtihanin, provimin po i jep më burrash se ti dhe unë. Dhe po na japin ders me shëmbëltyrën e tyne, me qëndrimin dinitoz, se nëse jem sprovu në gjymtyrët e përkohshme të dunjas, po Allah më ka sprovu në iman në zemër dhe në mendjen time. Dhe kjo është sprova më e madhe që Allah i mund me të sprovu në iman në besim. Andaj falenderoj Allahun që Allah i ta ka mundësu me e përmend, me e dit dhe me e falenderu madhnin e ti, ati kofshin fat për udhëzimin që na ka dhënë Rabbi.